Në dhomat e specializuara në Hag, dëshmia ish diplomatit të lartë amerikan Christopher Hill ka hedhur poshtë një prej tezave kryesore të prokurorisë speciale ndaj ish krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Hill u pyet nga prokurorët nëse gjatë luftës kishte ekzistuar një hierarki vertikale dhe një shtab i përgjithshëm ushtarak që drejton UÇK-n. Përgjigjja e tij ishte prerë jo. Mendoj se shumë nga përpjekjet për të dëshmuar se ekziston një ushtri me linja të zakonshme vertikale të komandës ishin në të vërtetë përpjekje për të na treguar neve se kishte struktura të rregulla politike ushtarake që mund t'i merrnim seriozisht, deklaroi diplomati amerikan. Hill thekson se gjatë periudhës ishte thuajse e pamundur të identifikojë një njeri që kishte autoritet të plotë mbi të gjitha njësitë e UÇK-s, pasi organizata përbëhej nga grupe të ndryshme rajonale, kishte grupin e Dukagjinit, njerëzit e Drenicës, komandantët lokal, personi kyç të logjistikës si Xhavit Haliti dhe njerëz të financave. Nuk mendoj se ekziston ndonjë numër telefoni që mund të merrnim për të kontaktuar një komandant vetëm, u shpreh Hill duke nënvizuar karakterin e shpërndar të strukturës lirimtare. Ai shtoi se qëllimi amerikan ato kohë ka qenë të ndihmojë UÇK-n të forcojë në terren përballë forsave serbe, duke nënkuptuar se kjo mbështetje strategjike ishte një faktor që ushqeu paranojën e Beogradit, i cili më pas filloi të flasë për krime kundër njerëzimit. Dëshmia e Hill pritet të ketë peshë të konsiderueshme në procesin ndaj ish krerëve të UÇK-s, pasi sfidon drejt për drejt akuzat për një strukturë të organizuar komanduese, mbi të cilat është ngritur një pjesë e aktakuzës kundër Hashim Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij.